إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi I qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën zgjedhje që Allahu e begaton. Vëllezër të dashur, në hutben e kaluar mësuam se Islami nxit të rinjt për martesë në kohë. Mirë po, në të njëjtën kohë I nxit të punojnë, mësojnë, fitojnë dhe të bëjnë karrierë. Pra t'i qenë bashk, martesë edhe punë, angazhim dhe karrierë. Islami nxit kaq shumë për martesë. Pse? Për arsye se martesa është nga çështjet kryesore, nga sebepet kryesore, nga të cilat mvaret lumturia në këtë botë, po ashtu edhe fetaria. Pra, lumturia e burrit në këtë botë qëndron në grua të mirë dhe lumturia e gruas në këtë botë qëndron tek një burr I mirë. Për atë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arba'a min as-sa'ade. 4 sende ta bien lumturinë dhe muslimoni duhet punon e ti arine. Kush janë? El mar'atu saliha. E para që ta sjell lumturinë është për burri një grua e mirë dhe për gruan një burr I mirë. Wal maskan al wasi', shtëpi të gjerë, komode, wal jaru salih, kojshit mirë, e treta, wal markab al hani, dhe një mjet bartës të mirë dhe të rehatshëm. Këto 4 sende burri dhe gruaja duhet të punojnë që t'i arrijnë në jetën e tyre, sepse nga to varet edhe vet lumturia e tyre. Martesa përveç që varet nga ajo një pjesë e madhe e lumturisë, po nga martesa varet edhe një pjesë e madhe edhe e fetarisë. Çfarë? Po, a që e dëgjuat, edhe fetaria varet nga martesa. Një grua e mirë e ndihmon burrin që t'jetë fetar I mirë. Dhe një burr I mirë e ndihmon gruan t'jetë edhe një fetare e mirë. Thot pejgamberi alayhis salam, men razaqahu Allahu imra'atan saliha faqad a'anahu ala shatr dinihi. Ku ja bën rrezik Allahu një grua të mirë, edhe grua një burr të mirë, e ka plotësu me të gjysmën e fesë. Para mendo, gjymsa e fesë është plotësume. Falyattaqillaha fi shatr al-baqi, le të ketë frikë Allahun, le të bëj kujdes në pjesën tjetër të fetarisë tij. Pra, pasi që Islami na nxit të martohemi me kohë, sepse martesa që ka aq e rëndësishme, sa që nga ajo varet lumturia në këtë botë dhe fetaria jon, Islami na mëson edhe se si duhet t'i zgjedhim burri gruan dhe gruaja burrin. Ndërsa sot do të mësojmë se si duhet ta zgjedh gruaja burrin e saj. Thot pejgamberi alayhis salam, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Këto dy parime. Këto dy sende duhet t'i shofe vajza e cila apo gruaja e cila don të martohet. Thot pejgamberi alayhis salam, kështu na mëson, kur do vu vije të vu lipe ndonjë që është
në fe i mirë dhe në moral i mirë, sjelljen shifja edhe moralin. Mos shif shumë sa pasuni, sa i bukur këto, mos i shif, mos e prish për që këto elemente tjera. Po i mëson vajzat pejgamberi a.s. Shifja thot karakterin, moralin edhe fen. Si ti ke këtë dia, mos e vazhdo, mos e shto, mos bën shumë hesape tjera, po martohu me lejen e Allahut. Pse? Illa tef'aluhu takum fitnetun fil ardi wa fasadin kabir. E nëse nuk e bëni kështu, ta dini që do të keni shumë fitne, shumë sprova, edhe shumë fesad, çrregullime në tokë. Jemi edhe vetë dëshmitar të këtive çrregullimeve që sot i jetojmë. Problemi që nga tek vonimi i martesës ose shumë huje kur duhen të martohen. Prandaj duhet i kthehemi mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të vendosim fen, sjelljen, moralin para pasurisë, para bukurisë edhe para autoritetit apo pozicionit që ai e ka. Lutim Allahun e madhruar ti martoj të rinjt e të rejat tona dhe të mbar botës muslimane me bashkëshort të devotshëm, fetar e të sjellshëm, ndërsa të martuarve, lutim Allahun e madhruar që t'i begatoj në dashuri, në martesën e tyre, që jep mëshirë, rahmet, begati edhe dashuri. Amin. Kemi vëllezër edhe një informacion, elhamdulillah, në me radh e nxjerrim këtu edhe gjeneratën e ardhshme sa i përket kursit të fesë që e kanë ndjekur nxënësit në xhami. Ky kurs zgjat mbi 3 vite, 3-4 vite, ma pak o 3 vite. Dhe vinë çdo javë nxënësit e mësojnë plan programin dhe në fund e bëjmë një fest. Nesër e kemi festën. Për burra do t'jetë pas namazit e jacis në ora 8:30, ju lutem, merrni kohë, hajdeni, edhe diçka të shifni. Përveç kënaqësisë që ata do të na prezantojnë mësimet e fesë, këtu të lindur dhe këtu të edukuar me fen e tyre, përveç kësaj kënaqësie, ka edhe diçka tjetër, që qëjmë një selam, që qëjmë një thirrje edhe disave që janë të gjakut tonë, të cilët mundohen se shqiptaria nuk shkuka me islamin, të shpifje, ndoshta të porositura. Ju bëjmë thirrje edhe atyre të vinë të prezentojnë nesër, t'i shohin inshallah bijt dhe bijat e tyre, këtu të lindur, ku do të këndojnë si bilbilat në gjuhën e tyre amtare, do t'a shpjegojnë fen e tyre në gjuhën shqipe. Dhe të shohim se xhamit janë ata që i mbrojnë edhe fen, edhe kombin, edhe traditën. Ju bëjmë thirrje, incizoni, publikoni për hatër të realitetit edhe drejtësisë. Lusë Allahun xhelleshanu të na bëjë sukses me nxënës dhe me gjithë projektet tjera. Amin.